Pak ditë pasi u shenjtua hyrja në parkingun e qendrës klinike universitare të Kosovës, familjarët të pacientëve ju është shtuar edhe një kosto tjetër. Tashmë çdo familjar duhet të paguajë 3 euro për të qëndruar 24 orë në mënyrë që të qëndrojnë pranë më të dashurve të tyre, derisa përballen me probleme të ndryshme shëndetësore e deri tek ndërhyrjet kirurgjikale. Kjo tarif vlen për të gjithë pa përjashtime e madje edhe për pensionistët. Pagesa kërkohet të bëhet edhe kur prania e familjarit është e domosdoshme në raste kur ka të mëshuar apo pacient me gjendje të rënduar shëndetësore. E për shumë familje kjo pagesë po bëhet barë shtesë financiare, e sidomos për ata të cilëve trajtimi i familjarëve ju zgjat disa ditë, javë, por edhe muaj të tërë dhe detyrohen të paguajnë çdo ditë. Rreth kësaj çështje ka pasur ankesa të shumta të qytetarëve, të cilët po shprehin të pakënaqur me çmimet e larta që po paguajnë. Në QKUK, familjarët e pacientëve detyrohen të kujdesen për ta duke përfshirë edhe detyrat bazë të tyre, nga ushqyerja deri tek ndihma fizike. Madje shpesh herë po të mos janë këta shoqërues nga familja, pacientët nuk arrin as të sigurojnë injeksionet që ju kërkohen. Të gjitha këto shërbime që do duhet imbulon të vetë sistemi shëndetësor përfshirë këto dhe furnizimin me çarshaf, shpesh herë i kryen vetë familjarët. Tani me përveç shërbimeve e pagesave të shumta që obligohen të kryejnë, ata po paguajnë edhe për t'u qëndruar pranë pacientit. E nëse llogarisim për vetëm 10 ditë qëndrim në spital, familjarët do detyrohen të paguajnë 30 euro për qëndrim, duke mos përfshirë këto edhe barna që i sigurojnë vetë, parkingun, ushqimet e shpenzimet e tjera. Pra po e shohim se familjarët tashmë nuk janë vetëm vizitorë. Ata janë shpesh më shumë se sa infermierët kujdestare të pacientëve. Në anën tjetër, familjarët përveç se kujdesen për ata, atyre shpesh herë nuk i ofrohen kushtet e duhura për qëndrim, ku ju rallëherë ata detyrohen të flejnë apo qëndrojnë gjatë gjithë ditës në karrike të vjetruara. Të gjitha këto mangësi e kushte jo të favorshme në këtë institucion po e rrisin gjithashtu edhe rrezikun për infeksione brenda spitalit, si për pacientët ashtu edhe për familjarët. Siç ka njoftuar Besim Kodra nga shoqata e pacientëve të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar, në qendrën e mjekimit intensiv në QKUK, infeksionet kanë prekur mbi 70% të pacientëve, derisa në neonatologji përqindja ka kaluar në 20%. Ndërkohë nga zyra e informimit në QKUK për lajmin e kanë bërë të ditur se janë duke vepruar në përputhje me dispozitat e udhëzimit administrativ numër 03/2024, sipas të cilit përcjellësit e pacientëve mbi moshën 15 vjeçare obligohen të paguajnë tarif mbi 3 euro. Kjo tarif, siç ka njoftuar nga QKUK, vlen për të gjitha klinikat, në përjashtim të asaj të onkologjisë dhe të klinikave ku trajtohen pacientë me sëmundje malinje. Kurse sa i përket pacientëve me sëmundje kronike, menaxhmenti i QKUK-s është duke zhvilluar diskutime të mrenshme dhe ndërinstitucionale, lidhur me çështjen e bashkëpagesave për këtë kategori. Sipas tyre, kjo masë ka për qëllim reduktimin e numrit të përcjellësve të pacientëve, në mënyrë që të përmirësohet funksionalizimi i shërbimeve shëndetësore, si dhe krijimi i një ambienti më të përshtatshëm për pacientët. Mirë po dihet mirë se në QKUK, infermierët përpos dhënies së infuzioneve dhe kryerjen e analizave të ndryshme, nuk ju ndihmojnë pacientëve me pjesën tjetër të shërbimeve. Në rast se pacienti është i palëvizshëm në Kosovë për ta lëvizur atë e për ta çuar edhe në klinikat e tjera për të kryer ndonjë CD apo diçka të ngjashme, duhet të përkujdesen pikërisht këta familjarë të cilëve tani po ju kërkohet edhe të paguajnë. Ndërkaq familjarët, pavarësisht se sa të pakënaqur janë nga ky vendim, po detyrohen t'ju binden atij, duke mos pasur ndonjë alternativë tjetër dhe duke mos mundur që t'i lënë vetëm familjarët e tyre të shtrirë në QKUK.